Le të shpresoj që në shtëpi të jetë dëgjuar pak më mirë. Gim Rogozhin si na thot Berisha duhet të spastroj tradhtarët e PD-s që i vurin listat mbyllura. Arsyeja që nuk ka reagim popullor është nga ata që nuk mbledhin dot as 100 njerëz. Nuk i do njëri, unë jam popull dhe realiteti ky është. Duhet të vërë PD-ja njerëz të zgjedhur nga populli që ta shikojnë në regjimin e Ramës si hasëm dhe jo të blien. Me ata që mban Berisha asnjë nuk reagon më. Okej, do ta themi Berishës. Ndërkohë një tjetër na thot, po dërgoni, po keni mundësi ata gazetarët e i famshmi Dino Selimi, kryetari i qarkut Gjirokastër dhe njëkohësisht kryetari i Partisë Socialiste në Tepelen. Nuk kërkojmë dot një punë se duhet shkuar për të marrë lejet e Dinua, po su miratuar nga Dinua as që bëhet fjalë që të futesh ku ta ankohemi. Kemi një thes me shkollë, në punë janë të gjithë fisi Dinos. Verifikoni po s'besoni se bashkia njerëzit e Dinos, këti duhet çuar emrin në SPAK, se ka për 2 apartamente në Tiranë, nuk jemi duke çuar emrin në SPAK. 2 apartamente. 2 apartamente në Tiranë ka një punonjës i rëndomtas në nivel specialisti. Ndërkohë shtëpi lokal Tepele katin e dytë e ka bërë dhe kështu zyrë shtetërore me qera. Në këtë do shëhes, ke parasysh ti. Po pra. Mos gaboj është çik në kundërshtim me ligjin, i çik fare. Dakor, ndërkohë një tjetër më thotë mirë mëngjes Syri. Më të rëndësishme janë telefonatat dhe mesazhet e qytetarëve se sa lajmet e përsëritura që jepni, kështu që një orë kushtojnë qytetarëve. Pastaj jepni lajmet tuaja. Janë gjitha bashkë. Po janë edhe të gjitha të reja zot në fakt. Mi presim mirë telefonatën dhe do të dëgjojmë një zë qytetari nga Përmeti. Mi presim në studio zotrin. Alo, Sezonjën, mëngjes. Mëngjesi. Mirë se erdhët. O Flavio. Urdhro. Do iki vërtet sot ajo? Ja, maja. Ka që sot i mbaron mandati. Qysh do bëj më burri dhe i faj farë burri, ku do na iki? Do ndrohet me në një nga këto tjerët. Ka një 2 këshu. Po ka i s'ka shpi më duket mua. Qa ka? Më duket se s'ka shpi, ku do fleraj? Po e mos se nuk do e hedhim... Se para si në zyre, po ta shi do jetë pa zyrë. Qysh do vej fillit tia? Po nuk do e hedhim në rrugë, se... Aty do jetë. Letëvi këna mua, letëvi se unë kam... Ka një dhomë këshu boshe, kam edhe një shtetë këshu. Në fshatë flasë, marrë dhe ajtë pasër, edhe ja kalonë mirë teja, mos të voja ndej në Tirana, të ndet rrugve. Po jo mos e ca, 8.000 euro rrugë do vazhdoj t'i marri. Zdo e ekspozojnë dhe fshatin. 8.000 euro? Në muaj. Ja, që janë lafe ato, po e rritësh. Po ka që është rroga zyrtare, ke drejt, mund t'jetë dhe më shumë këshu. Po qika, ato janë si të mu t'i suplementare këto rroga të këshu. Ushtë e di, sa prenjë dhe e lumenjë ku venë në shtëpi atyre. Venca, venë. Mirë, hajtë po e lumë, po prej. E kuptoj. Dakor, zotri. Patukshëm.